Për veçorive të këtij muaji, të muajit Shaaban, përveç asaj që përmendëm në fillim të hutbes, që ka të bëjë me prezantimin e punëve vjetore, është fakti se Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë muaj, sikur se tregohet në hadithe ku disa dietar i cilësojnë si të mira, tregohet se Allahu xhalla wa ala shikon zemrat e robëve në mesin e këtij muaji, pikërisht natën e 15. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Muadhit radhiyallahu anhu se Allahu shikon krijesat e tij për robët e tij, zemrat e robëve të tij në natën e gjysmës së Shaabanit, natën e 15, dhe i fal të gjithë, përveç atij i cili është idhujtar apo atij i cili ka armiqësi me dikë tjetër. Pra, ky muaj ka disa veçori, muaji i Shaabanit. Sigurisht nuk ka ardhur shtimi i adhurimit në këtë natë apo ceremoni të tjera, por dhe ky hadith na tregon se si ne duhet ta kemi zemrën tonë të pastër prej kujt? Prej shirkut, idhujtarisë, duke i mbeshur të përngjashëm Zotit tonë dhe krijuesit tonë. Sepse idhujtaria është padrejtësia dhe mizoria më e madhe. Është mizoria në të drejtën e Allahut subhanahu wa ta'ala.